sa herë neve njerëzit na trokasin derën dhe kërkojnë nga ne që ne t'jemi në shërbim të tyre, ne nuk duhet të hezitojmë. Pavarësisht kërkesat që njerëzit mund të kenë hallet ndryshme. Në veçanti nëse kemi të bëjmë me jetën e dy njerëzve, kur ata janë bashkëshort, kur ata gjatë jetës së tyre bashkëshortore mund të kenë kriza, mund të kenë jo harmoni të bollshme, atëherë është shumë punë e madhe, është shumë punë me vlerë, është shumë punë e çmueshme te Allahu Dhul Xhelal dhe shpërblim i madh nëse ty Allahu të bën shkaktar që ti me shpëtu një familje, që ti me mundësitë dhe autoritetin që i ki, me gjetë forma dhe mundësi me i afru ata dy bashkëshort që në momente të caktuara atyre po ju mungon harmonia, po ju mungon dashuria, po ju mungon mirëkuptimi dhe respekti reciprok. Dhe ti tani si ndërmjetësues, bësh shkaktar që ata të afrohen. Ti bësh shkaktar me shpëtu një familje. Ti bësh shkaktar me shpëtu një familje që fëmijët e asaj familje të mos rriten jetim me babë dhe nanë. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Ne sot edhe në shoqërinë tonë, për fat të keq, trendi i rritjes së divorcit është shqetësues. Sa e dhimbshme është që sot në shoqërinë tonë shumë fëmijë rriten jetim me babë dhe nanë. Sigurisht se ne qëllimisht po e përdori këtë shprehje. Ne ndihemi jo mirë dhe emocionalisht ndihemi jo mirë kur na rastis të kuptojmë se një fëmijë qenë ka jetim, nuk pas ka babë dhe nuk pas ka nanë, apo nuk ka babë dhe nanën e ka. Mirë po, hala ma e dhimbshme është kur neve na rastis rasti kur shohim fëmijë që ata poriten sikur jetimet, mirë po për dallim prej atyre jetimve që kanë mungesën e prindve, këta i kanë prindrit gjallë. Mirë po, janë divorcu, janë nda dhe këta fëmijë nuk rriten në gjirin dhe prehjen prindrore. Prandaj, gjithë ata njerëz, të cilët kanë ndikim në shoqërinë ku ata jetojnë, gjithë ato personalitete dhe ata njerëz autoritativ, nuk duhet të tregohen të pandërgjegjshëm, nuk duhen të sillen pa përgjegjësi, nuk duhet që ata të tregohen njerëz me ndjemdhej. Mirë po, sa herë tu kërkohet atyre dhe sa herë është nevoja që ata të aktivizohen dhe autoritetin dhe ndikimin e tyre ta shtrin, po e zojmë në këtë rast në aty ku ka problem mes një çifti bashkëshortor, ata duhen me përkushtim me kry këtë shërbim. Gjithë ata njerëz që mund të ofrojnë dhe t'japin kontribut në shoqëri në aspektet ndryshme, nuk duhet ta nënçmojnë vetveten e tyre, nuk duhet t'i nënçmojnë dhe t'i minimizojnë potencialet e tyre. Është e papranueshme, po e zojmë, nëse dikush ty ta troket derën dhe kërkon nga ty që ti me e kry një shërbim dhe ti thush shiqa, unë po kam dëshirën dhe vullnetin me të ndihmu ty, po nuk jam unë ai njeriu që muj me e kry këtë punë. Pse ti po e nënçmon veten? Ku e din ti? Ja vlen me e provu. Fundja fundit, konceptet islame nuk kërkojnë prej neve që ne me çdo kusht të arrijmë suksesin. Mirë po, konceptet islame neve na obligojnë që ne ta japim kontributin ton. Shiqani, ka dallim të madh mes këtyre dy koncepteve. Konceptet islame neve na obligojnë që të gjithë ne, si pjesëtar të shoqërisë aty ku jetojmë, ta ofrojmë dhe ta japim kontributin ton. Islami nuk na kërkon neve, në atë kuptim nuk na obligon neve që ne me çdo kusht të arrijmë një rezultat dhe një sukses. Do të thotë ti përpjeku, ti angazhohu, a vjen suksesi, a nuk vjen suksesi, a ja arrin ti me përmbyll angazhimin tënd me ato çfarë ti po synon, kjo është çështje tjetër. Mirë po, prej meje dhe te kërkohet që ne të angazhohemi, madje të angazhohemi me përkushtim.